mëngjes dhe mirë se vini në programin e mëngjesit Freshe në kuadër të televizionit 21. Jemi sërish bashkë duke sjellur tek ju një mëngjes të freskët, një mëngjes të mirë dhe të kthjellët duke uruar që do të kaloni mirë me ne. Jeni duke na ndjekur dhe do të qëndroni për plot 90 minuta, por edhe në vazhdimsi me programet që televizioni 21 sjellën kas për ju në mënyrë që t'jeni të informuar me lajmet fundit, me gjëra interesante, programe të ndryshme të cilat vinë vetëm për ju, për të bërë ditën tuaj, mëngjesin tuaj dhe mbrëmjet tuaja sa më të mira që është e mundur. Jemi tash bashkë në studio dhe ka radhën siç edhe paralajmërova shtypi editor për sot. Gazeta Koha, titull kryesor e ka Parlamenti, opsioni i fundit për mediat. Po ashtu ndër titull kryesor thotë edhe krimtet pagane mes zhbërjes dhe paragjykimit. Shkupi me 1500 gjysmë maturant më pak. Shohim tash se çfarë ka në brendin e gazetës mbi këtë titull, por edhe lajmet e tjera të cilat ndodhen. Mbi krimtën pagane mes zhbërjes dhe paragjykimit thuhet se nderimi i stinëve të pashmangshmërit shoqëroi me ritualet e Shmitrit, Shëngjeçit, Buzmit e të tjera. Tani festohen gjithnjë më pak, por edhe në forma të zhbëra e të thjeshtëzuara në maksimum. Studiues të kësaj fushë pohojnë se globalizimi, migrimi nga fshati në qytet, por edhe karakteri politeist i tyre po i kthen në ngjarje gjithnjë më pak të preferueshme, pikërisht festat apo krimtat të cilat duhet dhe kanë vijuar vite më parë, apo që kanë qenë trashëgimi. Do të punësohen 112 ish ushtar profesionist. Zgjedhjet kush për negociatat në Bashkimin Evropian? Parlamenti Evropian ka miratuar rezolutën për Maqedoninë. Në faqe 3, thuhet Parlamenti opsioni i fundit për mediat, duke njoftuar se nuk ka gjasa që bisedimet për mediat të vazhdojnë në grupin punues, diplomati Peter Van Hojte ka njoftuar se do të rishikohen alternativa tjera të shtarjet pajtueshmëri mes palëve. Në faqe 4, thuhet shkupi me 1500 gjysmë maturant më pak. Në vitin 2016-2017, shkollat e mesme të Shkupit do të kenë 484 kandidat shqiptar, rreth 1000 kandidat maqedonas më pak se vitin e kaluar. Refugjatët nuk janë turist, UNHCR për vendimin e pakuptim të vizave Schengen. Në faqe 6, familjarët e policëve të vrarë ballafaqohen me grupin e Kumanovës. Edhe personat fizik të regjistrojnë të vëshën. Në faqe 6, se përket nivellit të lumenjeve, thuhet se niveli lumenjeve është në kontroll. Blagoja Toska mbulohet nga uji. Tashmë me vite është premtuar se do të rregullohet kjo rrugë apo bulevard siç e quajnë, por përveç premtimeve nuk është ndërmarrë asnjë veprim konkret dhe prandaj ne si banor kur qarkullojmë hasim në probleme sidomos gjatë kësaj kohe dhe në vjesht ankohen banorët e kësaj lagje. Ta miratohet konventa e Stambollit me edukim kundër dhunës familjare. Në faqe 9 thuhet uji në Gostivar është i pishëm. Fermerët të mos uzurpojnë fshatrat, thot një lajm tjetër dhe janë këto shqetësime të cilat vinë pikërisht nga Divra. Kërkohet thellimi dhe pastrimi i shtratit të Drinit të Zi. Në faqe 12, dinastia shqiptare që qeverisi Egjiptin për 150 vite. Sipas legjendës, detyrën e parë publike me media përmbushin në moshën 18 vjeçare. Një fshat aty afër nuk paguante taksat, ai shkoi me 10 vjet armatosur dhe kërkoi që të takoj 4 të parët e fshatit. I futi në xhami dhe u premtoi se nuk do të dilnin gjallë aty nëse fshati nuk paguante taksat. Misteri i fëmijëve të Egër, në faqe 13. Historitë e fëmijëve të shpëtuar nga egërsira kanë gjallur për shumë shekuj mallëngjim, çudi dhe mosbesim. Për radhat e fëmijëve të adoptuar dhe të rritur nga ujqërit, arinjt, majmunët dhe kafshët e tjera e kanë marrë inspirimin e tyre vetë nga realiteti.
pasi bota mesjatare i lëvend modernizimit, njeriu i egër apo i pyjeve është ndërrua nga prototipi i kaosit, çrregullimit dhe herezisë në një njeri harmonik, të ndriçuar dhe të kulturuar. Nga rajoni, opozita sërish hedh gaz lotësjellës, seancë e zhërmshme në kuvendin e Kosovës. Gaz lotësjellës, zhurmë, drita laserike, marrje fjale pa rendite, janë vetëm disa nga ngjarjet që kanë përshkruar punimet në kuvendin e Kosovës. Në faqe 15 duhet identifikojnë 22.000 mbështetës të ISIS-it. 34 vende në botë s'kanë ushqim të mjaftueshëm. Është një lajm tjetër ky sjellur pikërisht në faqe 15 në gazetën Koha. Irani nuk do të heqë dorë nga raketat balistike. Shohim se çfarë tjetër na kanë përgatitur gazetat për sot. Nga sporti, në faqe 20, fiton Golden State e Cleveland. Messi me familjen shijon ditën me dëbor në Andorra. Në faqen e fundit të gazetës Koha, thuhet gruaja përplaset me pemën e ngjet makinën bashkë me të. Adoleshentja që loton gjak. Një 17 vjeçare britanike vua nga një çrregullim i rrallë që ka lënë me gojë hapur dhe pa përgjigje mjekët. Marni Harvey është viktime e një çrregullimi misterios që i shkakton gjakderdhje nga sytë dhe veshët dhe në përpjekje për të gjetur një kurr, adoleshentja ka vendosur ta bëjë publike gjendjen e saj. Po ashtu një lajm tjetër thotë burrat vishen si femra për të festuar 8 marsin. Vërtet interesante kjo. Gazeta Lajm, titull kryesor ka familja e Bipi nga Shkupi, komuna na i mori 9.000 katror dhe u dha investuese bullgar. Shohim se çfarë kemi në brendi të gazetës. Në faqe 2 thuhet komandant Sokoli dhe shokët e tij nuk janë terroristë. Rasti lagje trimave dëshmuan dëshmitarët e radhës. ORAF ka thënë se nevojitet luftë frontale kundër korrupsionit. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedoni, Ivo Oraf, u shpreh se duhet një luftë gjithëpërfshirëse kundër korrupsionit. Ndërsa mbi lajmin kryesor të kësaj gazete thuhet se në vitin 2007, kur filloi ndërtimi i Spitalit Sveti Llazar, ne dëshëm ta pengojmë duke protestuar sepse procesi i denacionalizimit ishte në rrjedh dhe sipas ligjit aty nuk guxoi të punohej. Mirë po reagimet tona nuk u morën as pak parasysh. Madje na dërguan lloj-lloj njerëz të cilët na kërcënonin dhe na thoshin se nuk është në pyetje investitori bullgar, por se në këtë rast në pyetje është Gruevski dhe Mijalkov. Thonë kështu familja e Bipi, gjithsesi Mustafa Bipi. Ndihmë sekretarja amerikane Nuland viziton emigrantët në Xhevxheli. Postat e Kosovës dhe të Maqedonisë do të shtypin pull të përbashkët. Në faqe 8 të gazetës Lajm thuhet arma lazer që do ta mbrojë tokën nga asteroidet. Lajm ky nga teknologjia. Si mund ta luftoni përtacin dhe të bëni sport? Në faqen 9, europarlamentari Verhofstadt tani emigrantët do të kalojnë nga Shqipëria. Në faqen e fundit e gazetës Lajm thuhet në Katar tigri del në shëtitje në autostradë. Duket si skena një filmit, por është realitet. Një tigër i madh është filmuar duke vrapuar i lirë në një autostradë në Doha të Katarit, duke bllokuar trafikun në orën e pikut dhe duke terrorizuar drejtuesit e makinave që kishin dalur në radhë. Shqiponje të stërvitura për të kapur dronët e terroristëve. Çifti kines shet vajzën për 3.000 euro për të blerë një iPhone. Kështu duke vite
kështu duket vija kufitare SBA Meksik. Dhe është edhe një fotografi që tregon vijën kufitare mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Meksikës. Ishin këto disa nga titujt kryesor të cilët përzgjedhëm t'i lexojmë për ju sot. Tani do t'ju lejmë në shoqërimin e një bloku të shkurtër publicitar dhe kthehemi në studio vetëm pas pak me materiale tjera për sot. Dhe tani, si që dhe thash, paralemrova dhe mysafirët tanë, sot kemi mysafir vërtet me vlera, vajza, një ekip futbollit të vajzave. Është ky ekipi futbollit të shkollës fillore Bajram Shabani nga Kumanova, ku për post trajnerit i cili është së bashku me ata sot, janë edhe 3 vajzat të cilat kanë marrë pjesë në ndeshjen e cila u luajt pak ditë më parë mes tyre dhe shkollës fillore Kole Kaninski, ku ekipi i shkollës fillore Bajram Shabani doli edhe fitues. Mirë po, për këtë dhe detaj më të shumëta dhe të nga tregojnë vetë këta, mbi atë se si dhe qëfar ka ndodhur dhe në qëfar kanë kaluar dhe sa kanë arritur pikërisht në vendin e parë, është vend i parë në një futball të vogël. Mirëmëngjes dhe mirë se ne. Mirë se jetëm. Së pari urime për gjitha këto dhurata, mirënjohje, diplomat të cilat i kemi këtu me ne në studio dhe shikuesit tanë mund të shohini, ju uroj, ju përgëzoj dhe punë më të suksesshme dhe më ti. Faleminderit, ne jemi të mirëseardhur këtu në këtë studio të mrekullueshme. Besoj se edhe ju dhe stafi juaj do të keni sukses sepse edhe ne në sport, po ashtu edhe ju në media. Faleminderit shumë. Do doja fillimisht në nga tregoni se sa ishte gjatë ndoshta rruga deri në këto gara shtetërore në Maqedoni që mbajnë? Po, me siguri, për të arritur deri në finale nuk është lehtë, meqense sistemi i garave aty është që gara zhvillohen nga rangu më i ulët në garat komunale, domethënë duhet të jesh në komunë më i miri nga gjitha shkollat fillore, pastaj pasojnë garat zonale mes 6 qyteteve të zonës që përfshin Kumanovën, Privapallonkën, Kratovën, Përbishtikën dhe Sveti Nikollën. Ne po aty ishim kampion në këtë zonë, pastaj pasuan edhe garat regionale në Shtyp, aty mundëm me ekipin përfaqësues nga Mirasi, nga Gjevgjeli atje, dhe u plasuam ndër 6 ekipet më të mira në garat shtetërore që pasuan pas 2 jave që mbajtën, më 25 deri 27 shkurt të këtij viti. Përveç garave në futboll të vogël, keni marrë pjesë në ndonjë garë tjetër deri më tani? Po, në mënyrë kështu paralele përlojmë edhe futboll të madh, edhe futboll të vogël. Në futsal, si thëmë, si luhet në sallë. Në ja këto kupët që kemi 2 kupa, kemi janë nga viti i kaluar, që kemi qenë në kampion në futboll, po në Shkup është mbajtur kampionati shtetëror vitin e kaluar. Në stadiumin Alumina, aty ishim vendin e dytë, në finale lojtëm, por nuk patëm fat të jemi të parët. Pastaj, para 2 viteve në Stromis, ajo është ajo kupa atje, afër jush, që zonë pashtu vendin e dytë, kështu që brenda 3 viteve... Besoj shikuesit edhe janë duke i shkruajnë edhe vendet këtu. Ajo atje? Kjo është për herë parë, par 12 viteve kanë filluar garat për femra, se përpara ka qenë vetëm për meshkuj garat shkollore. Kër kena marrë pjesë në vitin 2007 me tjetër ekip, për kjo është kupa edhe atje kemi luajtur në finale, në futsal. Këto janë këtë kupa nga garat shtetërore. Fotografia këtu është bë ditën kur keni marrë vendin e parë apo më herët? Kjo fotografi është fotografia kur e kemi marrë vendin e parë, po në finale. Atë ditë në finale. Do të thotë këto janë vajzat të cilat e përbëjnë ekipin përveç këtyre 3 bukurosheve që i kemi këtu me ne në studio, janë edhe ata tjerat, të cilat besoj radhave tjerat dhe të kemi edhe ata në studio me ne. Sa kohë është përgatitur ekipi për të marrë pjesë në këto gara? Po, ekipi, si thashë, në fillim ne para 3 viteve e formuam këtë ekip së bashku me disa vajza tjera të cilët janë tash në shkollën e mesme. Me ata nuk patëm fat të luajmë, që në finale kemi luajtur me ata, mirë po nuk arritëm të korrim sukses të vendin e parë. Kështu që në mënyrë kontinuitive me këto vajza me ato së bashku,
si me thënë, u kalitën pak, u zhvilluan më tepër, me qenë si këto ishin më të reja, këto i këmon nga klasa e 5 dhe 6, dhe kështu që pas 3 viteve, dhe mënë, që morën pjesë në përgara të ndryshme, më në fund arritëm të kurëzohemi me medaljen e artë në Maqedoni. Ne po ashtu e kemi edhe prapa vjen, e cila është në regji dhe besoj se pas pak do ta kemi edhe në prapa në sfond, ku do të munden edhe shikuesit tanë të shohin edhe ndeshjet tuaja, lojat tuaja të futbollit. Do të doja të di pashtu ju në çfarë gjenerate jeni, cila klasë jeni tash? Unë jam klasa e 9 dhe që 3 vite kam fillu të loj futbol dhe ndjej vetën shumë të lumtur dhe shumë krenare që kemi arrit ta morim vendin e parë në Maqedoni. Si ndjeshti tash pas kësaj? Ndjehem shumë e lumtur, shumë e kënaqur që kemi arrit këtë sukses kaq të madh. Për shqiptarët është kjo shumë një gjë shumë e mirë. Për femrat në veçanti, për shkak se futbollin zakonisht e mendojmë për meshkuj. Ju cila gjenerat jeni? Unë jam klasa 8, jam nga shkolla Barëm Shabani, po ashtu edhe kam filluar që të luaj futboll që 3 vite. Jam shumë e lumtur për këtë arritje që kemi bërë, domethënë kemi rritur shumë larg duke luajtur futboll. Ju? Edhe unë jam klasa 8, jam krenare që kemi arrit në të një këtë sukses të madhë. Inshallah vazhdojmë gjithmonë kështu. Inshallah vazhdojnë kështu edhe keni suksese edhe më të mëdha. Sa ju mbështesin prindërit ndoshta në futboll, në fillimet tuaja, sa ju kanë mbështetur? Shumë na kanë mbështetur, sepse kanë pasur se kemi talent dhe kemi dëshirë që ta vazhdojmë futbollin, na pëlqen shumë futbolli. Të 3 javë njëjtës. Ju si trener, sa keni pa ndoshta interesim të këto vajza po dhe të vajza tjera pikërisht mbi sportin e futbollit që është sot në fjalë? Po mirë, tash para gjykimit kanë ekzistuar edhe më parë, ndoshta edhe tash ekzistojnë dhe disa se femrat nuk duhet të merren me sport, sidomos veçanti me futboll, po. Megjithatë, kur arrihet suksesi, edhe nxënësit, po edhe prindërit e shohin se diçka është një punë shumë e mirë, është punë e dobishme për shëndetin e tyre, për afirmimin e tyre, dhe kështu që me të vërtetë kemi pas një shumë mirë kuptim edhe me prindërit, kështu që nuk kemi asnjë lloj problemesh. A ka ndoshta vajza tjera të cilat kanë interesim të antarësohen dhe të jenë pjesë e ekipit të futbollit? Po, ka interesim. Para 2 kur patëm në ushtrim, në stërvitje, edhe një vajza ishte shumë klasa 5 e vogël, e kishte talent, për thamë, vite nashëm, do të fillojmë me punu pas gareve, se kemi edhe disa gare tjera, edhe shpresojmë se vite nashëm do të kemi talente të reja. Cilat janë kushtet në të cilat punoni së bashku me ekipin tuaj? Po në qoftë se bëhet ai krahasimi, me të vërtetë ne tash ku punojmë, në çfarë kushte punojmë, ne jemi në qendër të qytetit të shkollën, ne kemi është një ndër shkollat më të vjetra. Mirë, po kemi një sallë të vogël të vjetruar me dimensione të cilat nuk i plotësojnë standardet e garave në çdo lloj sportit që luhet kolektiv. Është salla e vogël, është me dysheme të dëmtuara, ato dritaret janë të thyera, kemi punuar shpesh në temperatura të ulta. Her pas here, duke falenderuar klubit futbollistik Goblin, një klub është i ri që garon në ligën e 3, aty do ne punojmë me disa grup moshe të reja. Edhe atje kemi zhvilluar stërvitjet ku kemi pasur gara për fushë të gjelbërt. Edhe prapë aty ushtrojmë. Të shpresojmë se ata që na dëgjojnë do të kenë mundësi edhe do të mendojnë ndoshta për realizimin e një vendi ku vajzat tona do të mund të luajnë futboll dhe të kenë sukses në këtë sport. Aty deshta të them se ne çfarë kushte punojmë, me të vërtetë kushte minimale, krahasim me ekipet pjesëmarrëse që ishin në Makedonski Brod ku mbajt kampionati shtetëror, të gjithë pjesëmarrësit që ishin aty, dihet se ato kanë kushtet mira, kanë salla sportive, në Nikoqirës kur kemi zhvilluar edhe ndeshjen, aty është një qytet shumë i vogël, ka 2 salla të mira të ndërtuara të mëdha. Nëse ne me atë kushte që i kemi, u munduam, sakrifikuam shumë gjë mirë, po na u shpërblyja me atë punë, na u shpërbly me fitore dhe me medalje të artës. Do të ka mjaftuar dëshira, vullneti dhe puna e pandalshme e këtyre vajzave, po edhe juaja për arsye se po mos
ti ishe juaj që do t'i trajnoni këto vajza dhe t'ja u tregoni se si në fakt luhet futbolli, edhe këta nuk da kishin pasur atë vullnet, a dëshirë, po ju si trajnerët që punoni kaq me përkushtim, a vlerësohet ndoshta puna të cilën ju e bani me këto vajza? Po, si të them, puna e ime është mënyrë kështu vullnetare. Dihet se në Maqedoni shumë e klube punojnë me mosha të reja, bëjnë pagesa mujore, mërë për klube, pa marrë parasysh futbol, futsal, handball apo basketbol. Unë mënyrë vullnetare me këto vajza, duke pas parasysh talentin dhe rëndësin, sidomos kontributin që ta japë në shkollën të cilën punoj shumë vite, dhe punojnë mënyrë vullnetare, ashtu që sa do këdo ke puna ime të dalë në shesh të shifet se ne punojmë edhe arrijmë rezultate. Ne johje, kështu përkrahje kemi, me thonë ma tepër morale. Nga prindërit keni përkrahje? Nga prindërit kemi shumë përkrahje, unë atë publikisht i falemndroj që kom pas shumë një bashkëpunim me prindërit dhe me kuptim, nuk më kam do kufar pengesë, thashtë edhe në fillim, i falemndroj, kjo është një sukses jo vetëm imi, po edhe i prindëve dhe i nxënësve. Pa tjetër se do të duhet që përkrajnë për arsye se është një sport, një lojë të cilën vetë fëmijët e tyre e kanë zgjedhur dhe kanë treguar suksese në veçanti tash pas fitores, besoj se edhe më shumë përkrajë do të keni dhe do të jenë mirënjohës. Unë besoj se shikuesit tanë kanë mundësi në prapavit të shohin edhe disa fotografi nga trajnimet, stërvitjet e vajzave. Këtu janë edhe disa mirënjohje, këto janë Këtë kupat të cilët e kemi marë, kjo është kupa për vendin e parë. Në Makedonski Brod që mbajt, me thonë, kampionati shtetëror, atje pak më parë pa ministeritet të cilët u fotografua pas ndeshjes finale. Kjo është Hikmete Limani, nxënës e klasës 7, një vajzë mjaft e talentuar dhe zgjedhur atje me diplom dhe mirënjohje për futbollistja më e mirë në Maqedoni. Shpresojmë se herën tjetër do ta kemi edhe Hikmetin. Kjo do të janë nisjet nga ndeshja finale, kur është të dhënë mirënjohje dhe shpërblimi për futbollistën më të mirë në Maqedoni. Kjo edhe në Kumanov, lidhja e sportit në Maqedoni, e Kumanovës realitet. Sot një javë do të mbahet një manifestim aty, ku do të shpallen sportistët dhe trajnerët më të mirë. Aty jam shpërbly edhe une, edhe kjo do të jetë një moment shumë i mirë. Kjo është një foto e përbashkët që luajtëm në finale me ekipin kundërshtar nga Manastiri. Ishte një ndeshje zakonisht e mirë, këto është kapiteni e ekipit jafar me Asibe Beluli, e cila mikosisht është edhe golshënuese ma e mirë. Po. Edhe të tjera do të arinë, duke pas parasysh është edhe klasa e 9, është pak më madhe, dhe këta që janë klasa 8, Të në disa inserte nga gara tjera të cilët i kemi marrë pjesë, kjo është në Stromis, kër e kemi zonë para 2 vite vendin e dytë në Maqedoni. Ja, kjo është Leona Limani. Pasta ja këtu me kolegën tim, Kenan Eredinin dhe ekipin tonë. Kjo është në vitin e kaluar. Këtu një ndeshje revijale kemi bërë në stadiumin Filip Ftori vitin e kaluar me finalistin që humbëm vitin e kaluar, ekipin nga Makedonski Brodi. Kjo do më ishte një foto e përbashkët në fund pas ju përmbyll kjo kampionat shtetëror me vendin e parë që i takoi shkollës tonë. Ishte me të vërtet një gëzim i madh për ne dhe për gjithë nxënësit tonë dhe për... Një kënaqësi e veçantë të shohësh të gjitha vajzat veshura me këto veshje të sportit futbollit dhe di se kanë marrë një vend të parë dhe ne shpresojmë se gjithmonë ku do të garroni ju do të keni vende të para vetëm, po edhe po mos ketë, nëse nuk humbesh ndonjëherë, nuk ke mandi motivim për të luftuar për të marrë vendin e parë edhe humbja është se lojës gjithashtu. Do doja të di nga ju se sa ndikon apo ju pengon trajnimi juaj në futbol, stërvitje që i keni ndoshta të përditshme në procesin mësimor? Jo, nuk na pengon asgjë në procesin mësimor. Çdo herë jemi të lira dhe mund të shkojmë pa kur një farë pengesë as nga prindit, as nga arsimtarët, mund të shkojmë në trajning me rregull. Do të thotë nuk keni asnjë problem në atë se notat mund të ju ulen nëse nuk i përkushtojnë, keni kohë të përkushtojnë edhe mësimet edhe sportit, apo? Nuk është diçka e vështirë.
Keni edhe mirë kuptim nga mësim bëndësit tuaj. A e keni pritur fitore? Të bëheni kampion? A keni pritur? Të bëhemi kampion, nuk e kemi prit, por jo sigurt, sepse deri më minutën e 7 nuk dit fitoria se a ne do të fitojmë apo Manasiri. Por lojtarja jonë, Irisha Zulfiu, në minutën e 7 shënoi një gol, edhe aty ende nuk u dit se a do të fitojmë ne, sepse mund të bëhen të rezultati 1-1, por pastaj në minutën e fundit unë dhash një gol dhe goli im ishte vendimtari. Po, bët 2-0, Po, 2-0. Dhe sigurum fitore. 2-0 edhe sigurut. Ashtu ka qenë siguruar edhe me 1-0, apo nuk është shohum? Jo, 1-0 nuk është e sigurt rezultati. Jo. Jo, nuk është. Unë nuk është të kuptoj shumë nga futbolli edhe për atë. Po se mundet minutën e fundit të barazoni dhe pastaj në penalti mundet të përstaktohet fitusi, edhe aty nuk do të thotë se më i miri edhe fiton. Unë këtu kisha me shtu se ne kur zhvillum ndeshjet në kampionatin shtetëror, të ishin 6 ekipe aty, gjitha ndeshjet që kemi zhvilluar prej ngaret komunale nuk kemi asnjë humbje. Makitë fitore kemi edhe baraz nuk kemi. Vetëm 2 gola i ka pranuar portieri unë, kështu që ishte një sukses dhe më tepër kanë qenë të ngarkuara vajzat në atë aspektin psikik në ndeshjen gjysmëfinale kur e mundëm ekipin Nikoqer nga Makedonski Brodi, Klemen Tokritski. Me qenë se 2 vite radha zene nga ato në finale kemi pësuar dhe me anën, nuk kemi arritë të bëhemi të parët, edhe aty vajzët pak nështu ishin më të ngarkuara se a do të fitojmë apo jo, sa ishte vendimtare në qofë se fitojmë, do të luanim në finale, në qofë se nuk do të fitojmë, do të luanim për vendin e 3. Mirë, por ne nga vullneti, nga dëshira e madhe për të luajtur në finale, u angazhuan të gjithë në disiplinore, i krymë detyrat në fush, luajtën shumë bukur dhe mundëm rezultat bindshëm 4-0 në Koqirin dhe pastaj u plasuam në finale. Rritje vërtet të mira këto, do doja të di vajza ju, keni ndonjë ekip preferuar të futbollit? Po. Kush është ekipi? Barcelona. Po ashtu edhe në Barcelona. Real Madridi, është ekipi preferuar. Futboleri preferuar i juji? Cristiano Ronaldo, futboleri im i preferuar. Lojtarin nga Barcelona, Pique. Neymar. Ju cilin ekip e keni preferuar se trajneri këtyre vajzave? Gjitha ekipet që luajnë mirë, nuk jam i përsaktuar në një ekip, me qenë se për qëllë sportin më tepër më pëlqen futbolli angles, kampionati angles, për shikuesit mendoj se është një kampionat i cili më të vërtet luhet futboll shumë i shpejt, futboll modern, edhe më tepër më pëlqen lojrat që zhvillon Manchester United dhe Liverpool. Manchester United dhe Liverpool. Mirë, dhe lojtarët e preferuar janë lojtarët të cilët janë të famshëm botërisht dhe uroj që edhe ju do t'jeni në hapat e tyre mirë, po ju si femra dhe do t'na zbarë një ftyrën gjithkund ku do t'shkani të keni suksese sa më shumë, si ekipi tërë komplet si jeni. Do të doja të ndalesha pak në garën në Makedonski Brod, se vazhdimisht e përmendëm e theksuam, po një përshkrim do shta më të detajuar dhe pas e gare? Po, aty ne qëndruam nga 25 shkollë dhe 27, aty u strejhuam 2 net në konviktin e shkollave të mesme, aty ishin të strejhuar edhe vajzat. Ishin 6 ekipe pjesëmarrëse dhe u luajt, garët u zhvilluan në 2 grupe, nga 3 ekipe, luajt Sicilin me Sicilin në ndeshjen e parë dhe fituesi, sigur në Ligën e Shampionëve si zhvillohen, i pari, fituesi i grupës parë, luante me fituesin e grupi dytë me vendin e dytë që ka zënë. Nësta në grupën e dytë, fituesi i vendin e parë që kishte me vendin e dytë të grupës tonë. Kështu dëmon ato ishin ndeshje gjysmëfinale dhe kush fiton të pastaj u përcakton të fituesi. Ne dëmon lojë ndeshjen e parë që zhvilluam në kampionat shtetëror atje. Bindshëm e mundëm me rezultat 6 me 2 ekipin nga Stromica, vajzues Stromicës. Pastaj ndeshjen e dytë i mundëm ekipin nga Shkupi Tefejus, me rezultat 5-0, dyte kemi zhvilluar të nesër me 2 ndeshje, 5-0, kështu që duke i falenderuar edhe vajzave tjera, të cilët nuk janë prezent këtu, se janë normal ajo kjo është punë ekipore.
i dham rast me qenë se kishëm rezultate dhe pushur këto kryesorët që janë një 5 vajza standard që janë formacionin e parë. Si tha Mikmete Limani, që o zgjellën futbolistja më e mirë, dhe portieri Vesa Severini, e cila ishte në kreu detyrën me shumë sukses. Në ndeshjen gjysmë finale, thamë, e mundëm ekipin e Nikoqer Kliment Ohrids, kemi rezultat 4-0, dhe të nesërmen u zhvilluan 2 ndeshje, për vend të tretë dhe për finale për vendin e parë. Kështu që të nesërmen, këto vajzët, si me thonë, ishin psikikisht më të lira, duke me ndu se Nikoqirin e mundën, dhe tash du ta kenë letë mirë, por nuk doli edhe ashtu me qenë se finalja është finale, edhe aty kush arri në finale, do të thotë se 2 ekipet kanë kvalitet. Tash edhe ato ekipet përkushtojnë, këto përkushtojnë në normal se nuk mundet të 2 ekipet të dalin fitues, me rëndësi që kanë arrit në finale. Edhe kështu që ne arritëm qëllimit, pjesa e parë ishte rezultati ndeshje shumë e fortë ka qenë, kanë pas raste dhe ato, ishte 0-0, në pjesën e dytë unë i sugjerova dhe këtë vajtë, thashe për shikoni se nuk është letë në finale, thëshin ma letë do të fitojmë se në gjysmë finale, me gjithë ati, me një angazhim, mirë, arritën që një 7 minuta pare se me përfundu pjesa e parë, i Rishaj Risha Zulfiu, arritë të shoni golin e parë dhe të asjellë gëzimin mes neve, më pastaj ato tentuan me disa rastet të barazojnë, mirë po, ne kapiteni i ekipit tonë, Asibe Peluli, evoluosi rezultatin, ishte një gëzim i madh me 2-0 në finalet të arrimi rezultat shumë të mirë. Edhe unë një dëshiroj rezultate edhe më të mira në të ardhmen të ekipës tuaj në tërësi dhe do doja për fund të di objektivat tuaja cilat janë apo çfarë presim në të ardhmen gara ku ju do të merrni pjesë diçka? Po, unë para se me në këtë pyetjen tuaj të përgjigjem, unë dua të falënderoj të gjithë ata disa punëtorë e mëshë në hijun në shkollën tonë, kur u këthyjem nga kampionati shtetëror, u bën një pritje madhështore në shkollën tonë, ati ka pas një atmosferë jashtëzakonisht të mirë, para shkollës e në mbrëmje me këthyër, kanë pas prind, ka pas nxënës, dhe disa anëtar të ansamblit Berem Shabani, kanë darë në kanë shoqëruar, e kanë darë gëzimin së bashku me neve, ka pas Daull e Surle, një atmosferë jashtëzakonisht e mirë. Këto vajzat edhe din të luajnë futboll, po din edhe të vallëzojnë. Edhe pse të lodhura kanë vallëzuar dhe kanë festuar bashkë me vendasët e vetë? Po, shumë bukur me shoqet, me prind aty, bën një atmosferë shumë e mirë, edhe i falenderoj që bën një mikpritje aty. Pastaj një befasi tjetër, një surprizë ishte ditën e hënë ku erdhëm në mësim, mas ditë ishim në mësim, dhe nxënësit e klasës time, 7-2 dhe 7-3, kanë bën një surprizë, kanë bën një tortë. Aty e kanë prej tortën së bashku me nxënësit tjerë në hollën e shkollës tonë aty në Kumanov. Kanë bën një organizim jashtëzakonisht të mirë, që nuk do të harrohet kurrë, që neve na bën për gjithmonë krenar dhe na jep motiv që në të ardhmen të punojmë edhe më tepër. Ashtu është. Sa i përket pyetjes që parashtrut ju, se planet tona në të ardhmen, ne vazhdimisht marrim pjesë në gara, thash pas këtyre garave nuk do të ndalemi, pasojnë garat në fushë të gjelbërt, aty luhet me lojtarë më tepër, 7+1, me 17 dhe 18 këtij muaji, dhe më dhënë pas një jave, do të marrin garët, edhe aty presojmë se prap të marrim në një kupë, të luajmë në finale, po të shohim pastaj kush do të jetë më i miri, besojmë se do të kemi sukses. Mirë, po ne, këtu në Maqedoni, ekziston për vajzat, vetëm një ligë e futbollit, dhe më në seniorshë. Mirë, po janë edhe dy grupe që luajnë për moshë të reja, në moshën 15 vjetë, dhe ne planifikojmë aty që vitin e ardhshëm të këto vajza të cilat kanë arritë sukseset të inkuadrojmë në këto gara edhe të prezentojnë sportin dhe kulturën tonë jashtë Kumanovës. Ne ju urojmë shumë suksese dhe të doja të di edhe ju a keni diçka për të shtuar në fund, Asibe? Jo, s'kam asgjë për të shtuar, ju falenderoj shumë për ftesën që na keni bërë. Dhe suksese në punë. Shokët e tu. Po, do i përshëndes shumë shokët, shoqët, familjarët, prindrit, të gjithë. Alena? Po ashtu edhe unë desha që falenderoj për thirrjen që keni bërë dhe të përshëndes gjithë ata që janë duke na shikuar dhe shpresoj që në të ardhmen të arrijmë më shumë. Jeni gjithmonë të mirëseardhur kur do të kemi çfarë të tregojmë dhe të shfaqim më të mirën tuaj
Ti? Po ashtu edhe unë kisha dëshiru faleminderit që na keni ftu këto, edhe bestoj që në të ardhmon me suksese më të mira. Edhe më të mëdhaj. Ju keni suksesin tuaj VSM, jeni fitimtare, jeni në vendin e parë, po suksese tjera, ndoshta përsëri në ndonjë finale të mërin ndonjë vend të parë dhe jeni të mirë se ardhur të jeni këtu tek ne në televizion, në studio, te unë, apo ka edhe programet e tjera ku ju do të shfaqni gjitha të suksesit tuaj. Faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit shumë për ftesën që na bënd në këtë studio të mrekullueshme. Vajzat në fillim muhabetën thënë pas me arrur të marrim një top edhe të luajmë futboll, se kjo është studio shumë e madhe. Unë për pak t'ju them ta marrë një top të më trajnojnë mua pak të se lidhje nuk kam nga futbolli. Herën tjetër. Do të vim atje në fushë jo dhe do të luajmë atje futboll bashkë me ju. Patjetër. Faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit edhe me ju. Tani do t'ju lejmë në shoqërimin e një këngë dhe kthehemi në studio vetëm pas pak me materiale tjera për sot. Ishte kjo e tëra për sot me shënderuar, do t'ju lej ta kem sërish nesër me fillim prej ora 7:30 deri në ora 9, deri atëherë mirëmbëjtje dhe një ditë të mbarë. Tong tong.